Në vijim të këtij edicioni do të jemi në një bisedë për zhvillimet më të fundit nga aktualiteti me drejtorin e informacionit në MCN TV, zotin Skerdilajt Zaimi. Zoti Zaimi, mirë se erdhët në studio. Zoti Zaimi, si e pas zhvillimin e fundit se i takon dosjes së kurumit, janë 33 masa sigurimi. Është lajmi mirë në kuptimin e interesit publik, sepse pritej të finalizojë diçka pas skandalit ju raportua një vit më parë, mos gaboj. Është një punë e ndjekur në fakt që duhet theksuar, sepse mësuar që të raportojmë që zhvillimet e bujshme vijnë nga SPAK-u, është një punë hetimore e ndjekur nga Prokuroria e Durrësit. Kështu që si fazë e parë e lajmit, po themi, është një gjë që duhet parë, si thua, që ka një produkt, ka një konfirmohet një shpresë që diçka do vijej në vijë pas asaj që u raportua dhe duhet ta theksoj këtë u raportua nga agjencitë huaja. Kjo është ndoshta gjëra më shqetësuese që... Pra kanë qenë këto të fundit që e kanë raportuar fillimisht si informacion. Kontenierët që transportonin mbetjet e rrezikshme janë raportuar nga Olafi, që është duke zyra europiane kundër mashtrimit. Pastaj kanë hyrë në lojë dhe organizata që merren me çështjet e natyrës, Euronaturë etj. Ne kemi ndjekur në fakt në vijimësi dhe kontakte me përfaqësues të tyre. Kështu që si kemi kërkuar në vijim të hetimeve edhe të dhëna sidomos për analizat e mbetjeve, dhe Prokuroria e Durrësit është treguar gjithmonë shumë diskrete duke ruajtur sekretin hetimor. Nga aq sa është parë në dosje, rezulton që bëhet fjalë për mbetje të rrezikshme. Dhe në fakt dhe kthimi i kontenierëve kishte një arsye objektive pse u bë, nuk u bë kot pa arsye. Mendoj që çështja kryesore që meriton vëmendje tani është ku shkojnë këto, mos gabojnë 816 tonë mbetje ndoshta, ku shkojnë, që rinë prej një viti në portin e Durrësit në autoritetin portual, si do administrohen, si do përpunohen, si do azilsohen. Kështu që janë pyetje që mendoj kërkojnë dhe adresim ligjor. Në opinionin tuaj, a ekziston mundësia që kjo dosje të shfryhet gjatë rrugës, siç ka ndodhur në fakt edhe në raste të tjera? Si lajm mendoj do shfryhet, se ne nuk e dim ç'a ndodh nesër, madje ç'a ndodh edhe një orë më mbrapa. Lajmi në Shqipëri është relativizuar shumë, po mendoj që nisur nga ajo që është evidentuar në dosje, Prokuroria është treguar e kujdesme në akuzat që kanë ngritur, janë 3 akuza, meqense po bën fjalë për 3 subjekte, po themi të ndryshme që janë të përfshira. Është falsifikimi i dokumentave, është kontrabanda me mallra të ndaluar, kjo është e rëndë, dhe pastrimi 4, më falë se është një akuzë tjetër, pastrimi i produkteve të veprës penale dhe shpërdorimit e tyre që vlen për pjesë të përfaqësues të institucioneve. Duhet thënë që në masën arrest me burg kanë edhe drejtues të kompanisë Kurum. Dhe është një lajm cilësisht i ri, nuk para ndodh në Shqipëri ose nuk ka ndodhur fare që drejtues të, si thua, kompanive kaq të fuqishme dhe me ndikim të kalojnë në procedim penal direkt. Kështu që mendoj që është një hall penal jo i vogël për kompaninë, ndaj se cilës në atë moment kur ka ndodhur skandali, ose kur është konfirmuar ose raportuar skandali, zëvendës kryeministri Balluku ka dalë dhe i ka kujtuar kompanisë që ka edhe një asete të tjera në Shqipëri. U la me aq ajo aty dhe u vazhdua pastaj me hetimin penal. Nga ai sa kanë plotësuar dosjen, sepse është në fakt e mbushur me dhëna teknike, me deklarata doganore, me kode për materialet që eksportohen, etj. Mendoj që meriton vëmendje që në fakt kompania kanë qenë 2 subjekte që kanë realizuar gjithë procedurën, një është Kurumi që është gjeneruesi i mbetjeve, dhe tjetër është kompania Sokolaj. Këto kanë një marrëdhënie të vjetër sipas dosjes që rezulton për të kryer tregtimin ose të thuash eksportimin e mbetjeve. I kanë eksportuar më përpara në Kinë. Dhe në 7 mars, pas mos gaboj datën, 2023 është kërkuar leje për eksport dhe është refuzuar nga Ministria e Mjedisit. Është interesant si detaj për të kuptuar që nuk ka qenë kaq e lehtë, si thuash, kalimi. Dhe mandej është kaluar sipas prokurorisë gjithmonë
në procedura antiligjore. Mendoj se si ngjarje, që është shumë shqetësuese sepse në fakt janë mbetje të rrezikshme, duhet të na shqetësoj për faktin që nuk raportohet publikisht, raportohet nga autoritetet huaja dhe meriton, është skandali më vete që meriton shqyrtim të posaçëm, kalimi në dogan. Ne kemi raportuar ndër vite që në doganat shqiptare ka një procedim skanimi që nuk duhet tolerojë nga këto, të paktën në këto nivele, dhe tjetra është mendoj që të kërkon dhe një adresim ligjor. Si do trajtohet kjo çështje? Çështja e mbetjeve, çështja e mjedisit, është një çështje që ka ardhur në vijën e parë të agjendave politike. Si do trajtohet në aspekt ligjor dhe kush dhe agjencitë, masat administrative. Kemi shkelje një herë, dy herë, si do procedohet që të mos ndodhin më ose të minimizohen. Po, për aq sa ju e keni parë dosjen, bëhet e ditur në raportin e prokurorisë se me çfarë lloj mbetjesh kemi të bëjmë të rrezikshme? Janë kimike, janë radioaktive? Kishte prokuroria në fakt, paktën siç është raportuar, se ka kryer dhe akt ekspertimi për kështu rrezatime radioaktive. Nuk ka konstatuar që nuk ka gjë të tillë, është mos gaboj oksid zinku, po mendoj që nuk vlen kjo për interesin publik, se është një gjë teknike, si ndikon kjo, me thënë, do analiza, duhet njohuri teknike, nuk ja vlen të ngrem të themi janë helme o bobo, do me thënë është diçka që prokuroria e ka bërë punën, me sa pa shumë, dhe po si element që na intereson është që tyre u ishte refuzuar leja eksportit. Por raportimi nuk ka ardhur nga autoritetet shqiptare, është për të vënë në dukje. Ndalemi pak edhe tek një tjetër proces, pikërisht ai i Akshit. Sot MSN ka zbardhur dëshminë e ish zëvendës drejtorit të Akshit Daniel Shima, i cili tha se në atë institucion të gjitha urdhrat dhe veprimet merreshin nga Mirlinda Karçanaj. A mundet që dëshmia e tij të rëndojë pozitat e drejtoreshës së Akshit? Po patjetër, sepse mendoj zoti Shima ka qenë njeri i rëndësishëm në atë institucion. Është raportuar që ai ka qenë në SPAK dhe ka dhënë një dëshmi. Dhe ndaj këtë sepse kemi të bëjmë me dëshminë e zotit Shima, jo me mesazhet të celularit të tij. U bën një debat dhe për mesazhet, sa vlerë kanë si provë. Kështu që ai ka dhënë një dëshmi dhe është pastaj se si do e rëndoj pozitën, do parë dhe çfarë lloj dëshmie është, për çfarë është pyetur konkretisht. Po nëse do bënim një arsyetim në invers, është edhe zonja Karçanaj nuk besoj se ka vepruar në cilësinë e drejtuesës agjencisë vetëm, sepse është një agjenci që është në varësi direkte të kryeministrit. Po këto është një gjë varësia institucionale, është tjetër gjë ajo përgjegjësia penale se si ushtron detyrën. Për shembull, te dosja Akshit është shumë interesante që janë pyetur anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave, të cilët kanë deklaruar që standardet nuk i caktonin fare ata, u vinin të gatshme. Tani, tu mund ngresh disa akuza dhe dyshime, por në fund ky antar i KV-s është përgjegjës personalisht për atë që firmos. Aq më tepër kur deklaron që ka qenë në dieni që se ka bërë vetë. Kështu që e rëndon pozitën patjetër, sepse është dëshmi e dorës parë. Është dëshmi jo vetëm me një dëshmitar okular, por edhe një protagonisti në vendimarrje. Por kjo ngelet për të parë. Në krahasim me dosjen e Kurumit, se doja ta theksoja këtë. Është interesante që për asnjë nga personat të paktën te kompanitë, dy kompanitë që janë të përfshirë, nuk ka figuron akuza e cilësuar në bashkëpunim. Mund të implikohet, por nuk është e cilësuar në bashkëpunim. Pra nuk kemi të bëjmë me grup. Është treguar ka tjetër lloj akuze. Kjo është tjetër lloj akuze, kjo që ka ngritur SPAK-u për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, të cilën zoti Rama sërish e mbrojti në daljet e fundit, ose daljen e fund vitit mos gaboj, që është krenari, tha, dhe së fundi u marketua dhe një lajm për një çmim të diellës. Do të thonë, puna ngelet, problemet, në fakt nuk janë problemet penale janë pak në faj, kështu që. Po ashtu procesi ndaj Veliaj duket se ende nuk po arrin të dalë nga seanca paraprake. Veliaj po përdor disa mekanizma në fakt për ta zvarritur procesin. Sipas jush, pse kjo zvarritje?
Në qoftë se do më lejoj, nuk do pritur në gjithë tjetër nga zoti Veliaj. Domethënë, nuk dua të tingëlloj fyesi kjo, po. Mendoj se unë e kam ndjekur karrierën e zotit Veliaj në zhvillimin e nuk do pritur në gjë tjetër. Zoti Veliaj u ngrit kundër Ilir Metës me një lloj retorike agresive. U ngrit kundër Fatos Nanos, duke përmendur dhe gjëra që janë shumë etike. E vu në lojë Lulzim Bashën se e fitoi procesin për rrugën e Komit me procedurë. Ja ku është sot, do ta quaja zotin Veliaj si një njeri që bën pjesë në kategorinë e tyre të quhen të burgosurit firmato. Ky ka të andiset me një avokat kryesisht. Kështu që mendoj që procedura ishte e vetmja rrugë që i ngeli dhe ka marrë oksigjen nga një deklaratë e zotit Rama në takimin me grupin parlamentar së fundmi, që u hodh në sulm kundër Spakut dhe tha që nuk ka asnjë provë për zotin Veliaj. Mendoj se zoti Veliaj megjithëse edhe në datën 2 tetor gjykata e lartë ja hodhi poshtë rekursin për ndryshime në masë sigurisë, po tenton ta fus procesin e vet në kushtet e pretendimit të vet të mëtejshëm për një proces të parregullt gjyqësor. Unë së njoha me dosjen, dosja është 61.000 faqe, nuk besoj se janë të gjitha gënjeshtra në rastin më të keq. Janë 5 akuza në total në fakt. Më shumë se 5, po flasim kryesore që i ka të rënda. Ka marrë, mendoj, zemër edhe nga masa që është dhënë për 9 zyrtarët e dosjes 5D që kaluam me shërbim prove, po mendoj që është e vetmja rrugë. Ai po sillet si i pandehur më në fund. Është i pandehur i cili po përpiqet të shpëtoj sa të shpëtoj. Tani imagjinojmë pak një nga ana publike që zoti Veliaj i ndrohet masa e sigurisë, edhe sepse dhe hetimi ka përfunduar siç thot ai, dhe nesër paraqitet në zyrë. Unë jam kryetari i bashkisë. Është, do të thënë, mund të jesh teknikisht në rregull, por është shumë e papranueshme. Që mendoj që është për të ardhur keq që një njeri që ngriti një retorik të tërë, tentoi të mistifikonte veten si njeriu që është kundër korrupsionit edhe përballet, madje mbani mend ato bluzat me Superman që përballet me çdo gjë, sot për fat keq fshihet mbas procedurës. Kështu që edhe diçka të fundit, do doja të ndalesha pak tek vizita e kryeministrit Rama në Izrael. Si e pat këtë vizitë, por edhe fjalimin e tij gjithashtu? Vizita e njerëzit nuk mendoj se kishte ndonjë gjë historike siç e paralajmëroi zoti Rama. Aspektin personal për zotin Rama si politikan edhe si kryeministër, patjetër që është një incentiv. Nuk shohim më ndonjë dinamik diplomatike të zotit Rama shumë agresive si përpara. Dua të theksoja që ne pam Edi Ramën që fliste me një ton gati patetik atje në parlamentin izraelit, por nga qëndrimi i politikës jashtme shqiptare nuk kanë lëvizur asgjë. Nuk lëshoj gjë zoti Rama, citoi Sadatin e Egjiptit dhe Xhak Rabin, mos gaboj, që është për zgjidhjen me 2 shtete. Pavarësisht se të nesërmen në zotin Netanyahu, edhe pse Eduard Trokiti tha që nuk do ketë shtet Palestines në Gaza. Ishte një shfaqje pa asgjë thelbësore. Por në kuadër të perceptimit që mendoj se ka zoti Rama për politikën që është dhe shfaqje, ishte një sukses episodik. Azim shumë. Po, përsa i përket përkatësisë së tij fetare, zoti Zaimi, në fakt, është diçka që ai e thot e ripërsërit shpesh herë në këto fjalime. Para një përkatësia fetare është gjë personale dhe private, edhe pse ka njerëz që preferojnë ta shesin për kredenciale të caktuara, që nuk vlejnë. Mendoj që zoti Rama në parlamentin izraelit tentoi të shfaqej si një përkshu njeri ose politikan ekumenik që i ka të gjitha përkundër konflikteve atavike që prekin lindjen e mesme, ky vjen me një kostum tolerance, mirëkuptimi. Është një lojë e tij politike. Dhe për ta përmbyllur, serioze, mendoj. Në fakt, a duhet kishte një qëndrim të unifikuar edhe me atë të Bashkimit Evropian? Ne i kërkuam Bashkimit Evropian një reagim dhe nuk pati. Mendoj që në këtë lojë zoti Rama është pak vetëm, mendoj.
por pa e shkelur atë dhinë e kuqe, po themi. Kështu që është mbajtur shënim si në një gjë jo shumë e përqyeshme, por jo sa të presi biletën, po themi. E kuptoj. Zoti Zaimi, të falenderoj.